Njeriu I veshur me fustanell shqiptare që shihni në këtë foto ishte mbreti Oto I Greqisë së pas kryengritjes së viteve 1821-1832. Ishte një princ gjerman nga Bavaria, nuk kishte asnjë lidhje gjaku me grekët, por e dërguan dhe kurorzuan mbret fuqitë e mëdha të Evropës, që në këtë kohë e kishin futur shtetin e Brisht Ballkanik në sjetull, duke marrë rolin e protektorëve. Përpara se të vishte dhe të fiksohej pas fustanellave, mbreti Oto I kishte njohur shqiptarët në rrethanat e një ngjarjeje mbreslëse. Kishte ndodhur në Misolongji, në qytetin simbol të kryengritjes për pavarësi, atyre vitit 1837, 5 vjet pas nisjes së mbretërimit të tij në kohën kur po mbarteshin eshtrat e heroit të kësaj pavarësie, suljotit të Çamrisë, Marko Boçari. Mbreti nxjerr nga kafka e Markos plumbin fatal, por kur dëgjon oratorin të përmend Marko Boçarin dhe heronjtë të tjerë të kryengritjes duke I cilësuar si prijes Arvanitas të Greqisë, fytyra I ngrinë mbushur me habi. Mitropoliti I Artës, I cili e vëzhgonte me kujdes këtë sjellje të mbretit, godet gjithë natë spektrin për tokë dhe I shpjegon: "Po madhëri, Shqipëria I ka lindur prisit e kombit tënd." Më pas mbreti Oto duhet këtë mësuar se si në vendin ku ai mbretëronte, 90 nga 100 heronjtë e kryengritjes që sullit çlirimin përfundimtar të Greqisë nga otomanët ishin shqiptarët, shumica emigrantë të hershëm, pjesa tjetër nga trojtë e tyre autoktone. Për ta mbyllur këtë histori, mbreti Oto duket se ka mbetur I dashuruar pas fustanellës shqiptare, sepse që nga kjo kohë garda mbretërore, që dekada më vonë u konvertua në gardë presidenciale, nisën të shfaqen nëpër parada pikërisht me këtë veshje heronjsh. Por edhe vetë mbreti Oto nuk e ka hequr nga trupi, pasi me një veshje të tillë, ai është fiksuar edhe në momentin e dëbimit të tij nga Greqia, në vitin 1862, por edhe më pas, teksa kalonte pjesën e mbetur të jetës në Gjermani, në vendin e tij të origjinës. Por ç'ishin këta shqiptarë që gati 2 shekuj më parë pas kishin mbajtur barrën kryesore të luftës për shlirimin e Greqisë, duke larë me gjak një tokë që nuk quhej shqiptare, ku vendoseshin në territorin e grekëve ngujimet e tyre, lagjet, fshatrat dhe qytetet. Çfarë thot historia për kohërat se kur shfaqen dhe pse ishin ngulitur në këto troje të huaja këta burra të ashpër të veshur me fustanella. Historianët shpjegojnë se emigrimet masive të shqiptarëve kryesisht të pjesës jugore apo të Toskërisë në drejtim të jugut apo të trojeve greke ka nisur në momente të pasigurive të mëdha kombëtare, në momente pushtimesh të egra, në momente kur për të siguruar mbijetesën u është dashur të largohen bashkë me familjet nga trojet anëtare. Rënja e perandorisë bizantine, ardhja e sundimit sërb Stefan Dushanit, që edhe ajo ndodhi me dhunë sipas burimeve historike dhe me një përplasje të fortë midis shqiptarëve dhe serbëve, këto shkaktuan elemente pasigurie natyrisht, ishte një përmbysje sistemi, po themi, duke kujtuar dhe përmbysjen e sistemit tonë në vitet 90 apo të shekullit të 20, aq më shumë që në këtë kohë pati ndryshime të mëdha ekonomike, social-ekonomike, të cilat shkaktuan një potencial të madh emigrues. Dhe që nga mesi I shekullit 14 ne kemi shenjat e para të një emigracioni masiv nga trevat jugore të Shqipërisë, kryesisht duke filluar nga Berati deri poshtë në Epir, në drejtim të trevave, po themi, greke. Dhe shenjat e para I përkasin pikërisht rrotull vitit e 1325 në zonave e Thesalis fushore, deri në gjirin e Fteleonit, aty zona fushore e Thesalis, jo malore, se në zonën malore shqiptarët dëshmohen shumë herët, kanë qenë si thua të ngulitur në ato treva. Ndërsa studiuesi tjetër I historisë Arvanitasve, doktori Irakli Koçollari shpjegon se një tjetër arsye e emigrimit të shqiptarëve në Greqi që rezulton edhe e provuar me dokumenta shpjegohet me ftesat e bëra nga sundimtarët, qoftë ata bizantin, qoftë venedikas, të cilët duke I vlerësuar shqiptarët si forca të afta ushtarake, I joshën, I sollën dhe I vendosën ata pranë pikave strategjike të territoreve që zotronin. Dokumentat e shkruara që gjejmë janë e para vitit 1181, që I takon
i cili bën fjalë për praninë e shqiptarëve në zonën e Greqisë qendrore, në Thesali, jo element shkputur, po masiv të vendosur në vendbanime dhe në teritore të këtyre zonave të Thesalisë. Mbas vitit 1181, ne gjejmë përsëri në dokumenta prap bizantine, që janë akte perandorake, urdhra, krisobulla të lëshuara prej perandorëve të Bizantit. I gjejmë në vitit, dokument tjetër është i vitit 1286, edhe kjo konfirmon praninë e shqiptarëve të larguar në mënyrë masive dhe të vendosur rreth disa kështjellave në zonën e Thesalisë, dhe mandej kemi përsëri në vitet 1315 dhe më pas 1333, i vitit 1933 nuk është më bizantin, është i një prej historianëve më të njohur të mesjetës venecian, është Marino Sanuto, i cili në të njëjtën kohë është një nga burimet kryesore dokumentare për historinë e Shqipërisë të kësaj kohe. Të gjitha këto dokumente provojnë jo vetëm praninë e shqiptarëve tani më të vendosur në zonën e Thesalisë, por edhe në Pelopones, edhe në Atik dhe në Beoti, e thënë me fjalë të tjera në Athinën e sotme dhe në krajinën, në gjithë krajinën dhe fshatrat e rreth Athinës, si dhe në zonën e Tebës antike ose të Thivës së sotme. Po përse Bizanti dhe mëtej Venedikasit kishin parë tek shqiptarët një rast të veçantë dhe shumë të suksesshme luftëtarësh? Përse në këtë kohë në Ballkan, apo më saktë në Gadishullin Ilirik, siç quhej në atë kohë, shqiptarët duhet të veçonin nga popujt e tjerë? Shqiptarët kishin një rol veçantë perandorin bizantine, dhe mund të them që ndër popullsitë e ralla, e cila në burimet bizantine del me emrin e vet, si shqiptar, albanoj, thonë tekstet bizantine të historianëve, të kronizëve, apo dhe akte zyrtare të perandorëve bizantin, të cilët kishin thash një individualitet të veçantë, ndërkohë që popujt e tjerë që ishin futur në perandorin bizantine, siç ishin grekët, slavët e ndryshëm apo popullsitë e Azisë, përfshiheshin në termin bizantin, romajoj, pa të themi pa një identitet, kështu në kuptimin semantik të fjalës. Shqiptarët dalin veçantë sepse kishin një rol dhe një vendosje gjeostrategjike të veçantë, kontrollonin, si thuash, kufit perëndimor perandorisë bizantine, ata që ishin dhe më të ndjeshëm ndaj perëndimit, sepse ishte kjo pikërisht Durrësi, Vlora, portet kryesore perëndimore të Bizantit dhe rruga Egnatje, e cila çonte nga Durrësi deri në Konstantinopoj. Ky ishte zinxhiri, si thuash, në të cilën janë zhvilluar ngjarjet më të mëdha të rrotull 5 shekujve perandorisë bizantine në këtë krah. Për këtë arsye shqiptarët, të cilët trashëgonin që nga koha e lirëve një ca karakteristika të cilat i vënë në dukje edhe historianët romak dhe para tyre dhe historianët grek, popull luftarak, rezistues, i etur për liri, popull që donte autonomi. Perandoria bizantine u detyrua të njoftë shqiptarëve një status të veçantë, pra një autonomi e cila vërtetohet me dokumenta, me traktate të veçanta, synthekas, thonë burimet bizantine, në bazë cilave shqiptarët, edhe në kuadrin e perandorisë bizantine, ruanin autonominë e tyre, të drejtën për të pasur autoritetet e tyre drejtuese, përjashtime nga taksa dhe nga detyrimet që normalisht Bizanti kërkonte ndaj popujve të nënshtruar, dhe kishin vetëm një detyrim, i cili ishte paraqitja me ushtri në rast se perandori bizantin kërkonte në rast luftrash. Dhe ky status quhet izopolitia dhe del qartas nga një autor bizantin, nga Mihala Taljati, shekulli 19. Studiues dhe historian mendojnë se një tjetër arsye e migrimit të shqiptarëve në këtë kohë në drejtim të jugut ishte edhe fakti se popullsia autoktone e Greqisë ishte reduktuar shumë në numër, duke lënë zona të tëra të shkreta, ndërsa mbushja e këtyre zonave me popullsi shqiptare më shumë se me planet e Bizantit dhe fuqive të tjera ushtarake të kohës për kontrollin e lëvizjeve të popullsisë në Gadishullin Ilirik, ngjan me tendencën për të populluar këto zona me një racë të fortë dhe vitale. Greqia asaj kohe ka një reduktim masiv të popullsisë saj, që vjen sa për shkak
të kryqëzatave dhe luftrave të shumta, aq edhe për shkak të epidemive. Kujtojmë se në këto shekuj, për shkak të epidemive të shumta, popullsia e Europës gati përgjysmohet. Këto teritoret janë objekt i goditjeve dhe i sulmeve të vazhdueshme nga të gjitha anët, si nga deti, për shkak të pozicionit që ka Greqia. Kjo kohë është periudha e ndeshjeve të mëdha. Kërkonte një lloj mbrojtje sepse perandoria bizantine në këto teritoret merrte goditje të rënda gati vdekjeprurse. Në këto shekuj që përmendim, është bërë evidente fuqia luftarake e popullsisë shqiptare, por duhet kemi edhe një boom demografik në teritoret shqiptare, që fillojnë nga Arbëria e Jugut, Arta, Preveza, pra këto zona më jugore të ekstremit, zona e Çamërisë, Thesprotia dhe pastaj vinë zona e Arbërisë jugore. Por nga cilat viset të Shqipërisë kishin zbritur këta shqiptar, që nga grekët quheshin Arvanitas, nga otomanët Arnaut dhe evropianët Albanez apo Alban. Duke u nisur nga trashëgimia e mbiemrave të fiseve, duket se ata fillimisht janë shpërngulur në drejtim të jugut, nga zonat e Çamërisë, ndërsa më pas nga pothuaj e gjithë Shqipëria jugore, deri lart në Elbasan. Në radhën e emigrantëve dhe të emigrimeve të shumta shqiptare që janë të mëdha në numër siç tham, bën evidente edhe kujt krahine i takojnë, nga cila krahin u larguan këta emigrant. Përmenden emrat e fiseve të tyre, por në shumë raste përmenden edhe me emigrantët mbajnë si mbiemër emrin e fshatit ose të krajinës prej nga janë larguar. Ndër ato që janë të shkruara e zeza mbi të bardhë në dokumentet bizantine, janë shumë evident, sepse janë edhe shumë të mëdha në numër si emigrime, janë emigrimet e udhëhequra nga prisi Gjimbu e Spata. Emigrimet e këtij fisi, të Spatajve, të Zgurove, të Buajve, janë të larguar kryesisht nga zona e Artës. Bile largimet kanë qenë aq të shumta sa duket kanë shkaktuar dhe ndryshime demografike, sepse janë largime një herë, për shembull, një masiv është 12.000 emigrantë. Po mendoni që në mesjet popullsitë e qyteteve nuk i kalonin të 3.000, 4.000, 5.000 vetët, flas për popullsitë ose 6.000 vete shumta. Të largojnë 12.000, domethënë është fshatra të tëra dhe qytet, po ashtu. Përmenda këta nga krajine Artës dhe e Prevezës, por kemi Lioshat, që i takojnë përsëri pjesës e Epirit të Janinës. Kemi Mazarekët, që i takojnë krahinës ku kemi dhe sot fshat dhe vendbanim të madh dhe të zhvilluar të zonës së Çamërisë. Kemi Gërbeshët, që janë të evidentuar nga zona e Skraparit, ku ka edhe sot në Skrapar, ne gjejmë emigrantë edhe sot në kohët moderne, me mbiemër Gërbeshi, jo vetëm në Greqi, por dhe në Itali, dhe që janë pikërisht emigruar dhe të larguar këtej. Ka nga zona e Beratit, po ashtu, të cilët largojnë dhe marrin Peratus, për shembull, që i gjejmë me mbiemër edhe sot, për të mos thënë edhe shumë emra familjesh të cilat janë evidente edhe sot në qytetin e Beratit. Po ashtu ka të larguar nga zona e Gjirokastët, janë Zenevisët, sepse gjejmë me mbiemër Zenevisi, megjithëse një pjesë e tyre u konvertuan në musliman, por kjo është një periudhë më vonë, dhe një numër tjetër përsëri që vijnë nga krajinat e tjera të Korçës, të Përmetit, deri nga veriu i Shqipërisë, siç është një prej fisëve më të famshme, që e gjejmë jo vetëm në teritoret e sotme të Greqisë, nga ata emigrantë të këtyre shekujve, por të riemigruar mandej nga Greqia dhe në teritoret e Italisë, që është fisi i famshëm dhe luftarak Kelmendi. Këto janë një pjesë, natyrisht ka dhe shumë, po të rinim të bëjmë, unë kam të gjithë listën e mbiemrave dhe të fiseve nga vinë, fatkeqësisht ende nuk është bërë një studim i mirëfillt për të përcaktuar saktësisht, sepse dokumentet janë aq të mjafta sa gjenden në mënyrë fare të thjeshtë edhe vendet nga ata janë shpërngulur, edhe fiset edhe mbiemra, sepse ekzistojnë edhe sot në teritoret tona dhe atje ku ata i kanë marrë me vete si mbiemër. Të dhënat e historisë tregojnë se elementi shqiptar në këto kohëra shumë shpejt u gjendë i pranishëm dhe i dukshëm në të gjithë territorin e Greqisë, nga veriu në jug, nga perëndimi në lindje. Por më të shumta vërtetohen të jenë dyndjet në jug, në Peloponez, në zonën e Atikës, në Eube, si dhe në disa ishuj të njohur. Duke filluar nga shekulli 14, ne gjejmë komunitete ngulime të mëdha shqiptare në zonën në jug të Selanikut, në atë që quhet Thesalia Fushore, Gjerifteleonit, pasaj në zonën e Ftiotidës, Livadia, që ekziston edhe sot,
Në zonën e Atikës, që ka për qendër Athinën, pra gjithë Atika, Beocia në perëndim të Atikës, Beotia, e cila gjithashtu ka qenë shumë dëndur, ajsa raporti popullsisë arvanitas që më i madh këtu se sa i popullsisë greke. Pastaj zona e Korinthit, ku është ismi i famshëm, mëtej hym në Peloponez, ku pastaj kemi Peloponezi u kthye në një, po themi, në qendrën e kolonizimit të shqiptar në mesjet, ajsa një autor francez në fund të shekullit 18, madje ky ishte një agent i Napoleon Bonapartit, e quajnë Peloponezin Shqipëria greke, l'Albani grek. Domethënë një term hibrid për treguar që pikërisht në këtë zonë kishte shumë shqiptarë. Dhe këtu gjejmë shumicë në zonën qendrore të Arkadis, në Kallama, shumë shqiptarë, kemi në zonën lindore, që rreth që shef nga Egjeu, dhe këtu kemi kështjellën e Nafplionit, që kishin venecianët, këtu kishte një ngulim shumë të madh shqiptarësh. Mëtej kemi në zonën e Mesenis në jug, Sparta e vjetër, po themi. Në krahun tjetër të perëndimit kemi në zonën e Majnës, ku ka qenë pasaj dhe kështjella e Modonit, një kështjellë veneciane, dhe akoma më në perëndim është kështjella e Koronit, dhe ajo një bazë shumë e fuqishme veneciane për shekuj të tërë, e cila ruhej pikërisht nga shqiptar dhe rrethohej nga fshatra shqiptar. Pra, kemi një prezencë kaq masive sa që autorët e ndryshëm, historianët e ndryshëm të shekullit të 18-19, po kujtoj vetëm një Jakob Filip Fallmerayer që ka bërë një histori të Greqisë dhe posaçërisht një histori të Peloponezit në mesjet, thotë që shqiptarët zinin deri gjysmën e popullsisë në këto treva. Duhet teksuar se emigrantët shqiptar u vendosën pajësisht në këto troje, që në disa raste ishin të shkreta, edhe pse disa historianë shënojnë se vlehët e zonës së Thesalis kishin mbetur shumë të pakënaqur nga shqiptarët që kishin nisur të silleshin si në shtëpinë e tyre, madje në disa raste ishin përleshur. Gjithsesi, ajo për të cilën të gjithë historianët bien dakord, thotë se shqiptarët u vendosën në Greqi të ftuar nga hegemonët bizantin, Benedikas apo edhe nga Franco-Katalan. Një dokument i kësaj kohe, i vitit 1400, bën fjalë për shembull menjëherë për një emigracion, për një turn të madhe shqiptare të përbërë nga gati 10.000 familje, thotë dokumenti, të cilët u ftuan në Peloponez nga sundimtari bizantin i Peloponezit dhe i cili pasaj ju dha, siç thash, ju dha toka dhe bëri një marrëveshje me krerët e familjeve që këta të ofronin shërbimin ushtarak në mbrojtje të zotërimit të tij, kundrejt të përjashtimit nga taksat dhe të drejtës për të shfrytzuar këto toka që u vënë në dispozicion. Pse? Sepse po të shikojmë një dokument, një krisobull të Andronikut të tretë, paleologut, perandorit, ai thot, ftoi shqiptarët në kryesinë e prisave të tyre, janë emigrimet shumë të mëdha në numër, janë nga 8.000, janë nga 6.000, janë nga 12.000, të vendosen në kështjellën në filan vend, ose në teritoret pranë kështjellës, dhe tregojnë teritoret, fushat dhe ambientet që ata do t'i kenë në pronësi të tyre, dhe përcakton dhe kushtet ligjore, përse ju marthët, me kushtin që në rast lufte ose kërcënimesh dhe rreziku luftarak, ju vërtet shmangeni nga taksat, por keni një detyrim që në rastet e kërcënimit dhe nevoja që do të ketë perandoria për ndeshje me kundërshtar dhe armiqtë e saj, ju do të keni detyruar të mbani kuaj lufte, të paraqiteni në frontin ku thërriteni dhe të merrni përsipër të gjitha shpenzimet që lidhen me detyrimet ushtarake dhe të luftës nga vetë ana juaj. Por sa shqiptarë u vendosën në territoret greke në këtë periudhë? Sigurisht që të dhënat të sakta deri tani nuk janë gjendur.
Ato i përkasin një periudhë më të vonë, gjatë pushtimit otoman. Historianë të ndryshëm pohojnë se në zona të ndryshme, sidomos në Peloponez, por edhe në Atik dhe Beoti, shqiptarët ishin aq të shumtë sa që në ndonjë rast e kalonin për nga numri dhe popullsinë vendase, qofshin të gjithë të marrë së bashku, grek, vleh dhe slav. Ndërsa ajo që dokumentohet saktësisht në këtë ndërkohë të parë të historisë së shqiptarëve të emigruar në Greqi ka lidhje me rezistencën e tyre në luftime në mbrojtje të zotërimeve bizante. Ka qenë periudha e ndeshjeve të vazhdueshme të Bizantit me ushtri që kanë ardhur deri nga katalanët. Kur themi katalanët kemi fjalën për spanjollët. Katalanët bile në vitet në fillimin e shekullit 14 vinë dhe godasin perandorinë bizantine. Godasin perandorinë bizantine dhe ata arrijnë të marrin territorin ose atë që i thon Dukati i Athinës, sepse Akropoli ka qenë s'ka pas vend banim dhe aty ndërtuan garnizonin. Të gjithë betejat, po të shikojmë kronikat e luftës, edhe ato spanjolle, bëhen evidente shqiptarët në të gjithë ndeshjet që janë bërë me të huaj. Natyrisht vinë anxhuinët dhe zbresin, vinë serbët e Stefan Dushanit në mesin e shekullit 14 dhe po të shikojmë në shumë nga ndeshjet, më të rëndësishme është faktori ose elementi shqiptar që është vendosur këto dhe që është i pranishëm në frontet e betejave në mënyrë të vazhdueshme. Dy dekada më vonë, otomanët kishin mbritur në kohët e tyre më të lavdishme, ndërkohë që nga ana tjetër, perandoria e kalbur e Bizantit po numëronte ditët e fundit të mbretërimit. Por pikërisht në Greqi furia otomane do të ndalej. Për abi, taborët e ushtrisë ishin gozhduar në përparimin e tyre pushtues, jo nga ushtritë e Bizantit, jo nga rezistenca greke, por nga një tjetër farë, nga një tjetër popull, nga një popull i fortë dhe i egër në luftime, një popull që në vena kishte gjak shqiptarësh. Pikërisht duke parë rezultatet e rezistencës si më të suksesshme vetëm në Peloponez, ku barën kryesore të kundërshtimit të pushtimit otoman po e mbanin shqiptarët, perandorët e fundit të Bizantit kthejnë vështrimin dhe mendjen pikërisht këtu. Madje një prej këtyre krerëve të fundit bizantin, për të mikluar shqiptarët bën një gjest të pabesueshëm. Është kjo arsyeja që tamam në këtë kohë në mesin e shekullit, do të thonë gati disa 4-5 vjet përpara rënies së Konstantinopolës, paleologët e zhvendosin kryeqytetin e tyre, i cili po thuaj kishte ditë të numëruara dhe kthehen dhe vendosin ndërtojnë kryeqytetin e ri të tyre në Peloponez, në një qytet të vogël që tani është i rënuar, po thuaj, që thritet Mistra. Pra paleologët vendosën fronin e tyre, e zhvendosën nga Konstantinopoja, Azia e vogël, dhe vinë e vendosen në Peloponez, në qytetin e Mistrës. Vendosen këtu sepse siç dihet Mistra ose Peloponezi në tërësi ishte një nga vatrat që ruante ende me forcën e armëve dhe të qendresës së kryengritësve Arvanitas, territore të tëra të çliruara, ende pa rënë në pushtimin osman. Ka është një qendresë heroike, veçanërisht epopeja e Peloponezit dhe qendresa e Arvanitasve, e shqiptarëve në Peloponez, është një histori jashtëzakonisht e gjatë. Është një kapitull shumë i madh. Ky është edhe shkaku dhe faktori kryesor që detyroi vëllain e perandorit bizantin, Kantakuzenin, të vijë bile të shkojë dhe të takojë përpara vendosjes tu kryengritësit shqiptar. Kryengritësi shqiptar i takon, u ofrohet, bisedon me ta duke u njohur vlerat e jashtëzakonshme që kishin për qendresën anti-osmane, që padyshim ishte edhe në interesin e tyre, dhe arrin deri atje sa për t'i mikluar dhe për t'i mbajtur afër, për shkak të atij kontributi dhe atyre vlerave që ata kishin, ai detyrohet të ndrojë edhe emrin nga Kantakuzino që kishte, si vllai perandorit, dera perandorake, njeriu që do ta merrte fronin së shpejti, e kthen në një emër shqiptar të njohur, Gjin, ndërsa e shoqja e tij, Maria, edhe ajo e ndron emrin me një emër shqiptar të njohur të kohës, është Kuça ose Kuqa. Në qoftë se doni që t'i referohemi në mënyrë të drejtë për drejtë, autorit që e citon burimin është Kostabiris, është një autor shumë serioz, që ka një studim monografi të gjatë për Arvanitët, po t'i referohemi në mënyrë të drejtë për drejtë dokumentit, na bën të njohur sa më poshtë. Janaqerdisi dhe Perisotero tin embistosini që Agapitus, dhe për të fituar edhe më shumë besimin dhe dashurinë e tyre, Alakse to onoma, ndryshoi emrin Manuel Kantakuzino, që to Ekaneginos, dhe ndryshoi emrin e tij nga Manuel Kantakuzino në Gjin. Opos që i gjine katu, ashtu si kurse dhe shoqja e tij. Apo Maria, nga Maria, e gjine
Kuças u bë Kuqa ose Kuça, emër dhe ky shumë i përdorur tek vajzat ose gratë shqiptare të periudhës së mesjetës. Por nuk ishte e thënë që shqiptarët e Greqisë të mbanin të vetëm gjithë peshën e furisë otomane, sepse ata nuk e kishin avantazhin e të qenit në vendin e tyre. Nuk kishin favoret e Gjergj Kastriot Skënderbeut, bashkombasit të tyre, i cili në të njëjtën periudhë kohore po shkruante epopen më legjendare të shqiptarëve. Për më tepër shpejt, bizantinët do i tradhtonin shqiptarët e Peloponezit. Historia thotë se kur me pushtimin e Konstantinopojës më 29 maj 1453, Bizanti ra, vëllezrit Paleologu u bën gati dorëzonin Sultan Mehmetit të gjithë Peloponezin. Por shqiptarët nuk ranë dakord dhe ngritën krye duke bërë aleancë me Manuil Kantakuzinin, një kundërshtar të Paleologëve. Kjo aleancë bën që trashëgimtarët e fronit bizantin, Paleologët, të bashkojnë forcat me Mehmetin kundër shqiptarëve, t'i shpartallojnë dhe pas një rrethimi të gjatë të marrin 10.000 pengje, por kishte edhe më keq. Kronisët Osman thonë që në vitin 1458, kur u bë një sulmi fuqishëm i një ushtrie të organizuar turke në drejtimin e Tursun Pashait, ata ndeshën e qendres të ashpër në Peloponez, nismin e Peloponezit, ku ishte ngritur edhe një mur për të ndaluar, si thuash, dyndjen e turkëve, dhe turqit vranë aty një numër të jashtëzakonshëm shqiptarësh dhe me kokat e tyre, rreth 10.000 koka të prera, ky Tursun Pashai ngriti një pirg me kokat e shqiptare. Këtë e japin jo vetëm kronisët Osman, këtë e japin me burimet, si thuash, veneciane. Pra kemi ky është një tregues, domethënë se kush që ai vërtet faktori i cili i qëndroi ardhjes së turqëve. Duke shfrytzuar rastin pra rrëzimin e perandorisë bizantine, Republika e Venedikut shpejton të gëlltisë sa të mund nga territoret e saj. Pikërisht në këtë periudhë, shqiptarët e Peloponezit, që në këtë kohë quhej Morea, tashmë kundërshtar të patjetërsueshëm të otomanëve, por edhe të tradhtuar nga bizantinët e fundit, piketohen nga venecianët si aleat të mundshëm. Në këtë situata të shekujve të mëvonë, kur Bizanti fillon dhe goditet nga perandoria osmane, dhe turqit fillojnë të pushtojnë teritoret, të kurin Bizantin, të lëkundin vetë ekzistencën e tij, të pushtojnë teritoret e Greqisë, të Arbërisë, ata godasin në të njëjtën kohë edhe këto qytete që kontrolloheshin dhe administroheshin nga venecianët, Argosin, Napoleon, Koronin, Methonin e të tjera. Mirë po, venecianët ishin aty brenda të pakët në numër për këto qytete kështjella, ndërkohë ndiqnin zhvillimet politike dhe ushtarake në vend dhe shikonin që qendresën më të madhe dhe vendimtare anti-osmane e bënte elementi shqiptar në teritoret e Peloponezit dhe në teritoret e tjera më gjerë. Duke ditur faktin që ata vetë me atë numër të kufizuar nuk mund të kontrollonin ose të përballin fuqinë osmane që i godiste, është shumë interesante, gjejmë dokumenta që proveditorët ose guvernatorët venecian të këtyre qyteteve i dërgojnë senatit venedikas dhe i kërkojnë për herë të parë që të mobilizojnë dhe t'i kthejnë ushtarak të tyre kryengritës shqiptar. Dhe çuditërisht, tamam në kohën e goditjeve osmane të këtyre qytetet venecianëve nga osmanët, ata kërkojnë dhe Venediku ose Senati u ka miratuar mobilizimin kundrejt parave të kryengritësve shqiptar për të mbrojtur kështjellat dhe qytetet bregdetare veneciane.
Pushtimi i territoreve të Arbërisë dhe të Peloponezit nga otomanët dhe politika e tyre agresive me rebelët Arnaut duket se krijon pasiguri nga ato që çojnë drejt valve të reja të migrimeve. Këtë radhë, adheu i ri i një pjesë të këtyre shqiptarëve do të ishte Italia. Për këtë racë të fortë njerëzore, për këtë aleat të vjetër dhe herojnë të mbrojtjes së Krishtrimit, italianët i hapën dyert pa pikën e mëndyshjes. Për shkak të akmarisë së madhe osmane, e cila në këtë kohë vjen dhe ngushton rrethimet, detyrohet të emigrojnë dhe shkojnë në territoret, në fillim në Venedik dhe pastaj në territoret e Italisë Jugore, në Kalabri dhe më gjerë. Ne i gjejmë të gjithë emrat e atyre që luftëtarëve që kanë ikur, kanë emigruar, dhe është një pjesë e madhe e emigrantëve që kanë themeluar vendbanimet në Kalabri, nuk janë vetëm të ardhur nga Shqipëria, por janë të shkuar nga Peloponezi dhe nga territoret e Greqisë shqiptar të këtyre territoreve, që kishin lindur aty ose kishin një brez ose dy breza, dhe vendbanimet që ata krijuan në Italinë Jugore mbajnë emrat e shumë ose kujtimin e shumë vendbanimeve në Peloponez. Për të gjithë ne është e njohur kënga që simbol për arbëreshët e Italisë, që këndojnë Moje bukura more. Dhe në fakt nuk e dinë që Moreja është Peloponezi, është emri që Peloponezi mbante në mes jetë. Për fat të mirë, arbëreshët e Italisë kanë pasur mundësi të konservojnë dhe të mbajnë gjallë traditat dhe njëkohësisht historinë e prejardhjes. Si këtë këngë, 600 vjeçare që rrëfen mallin e madh, por edhe hidhërimin për largimin e kushtëzuar nga Moreja apo nga Peloponezi i sotëm. Ja si e kanë konservuar në memorie këtë detaj historik banorët e komunës Mashqitës, një nguim arbëresh në Italinë e Jugut, i populluar dikur nga paraardhësit e tyre shqiptar të mbritur aty më njëherë pas rënies në vitin 1535, në duart të turqëve të kështjellës së Koronit, që gjendet në jug-perëndim të Peloponezit. Invece, dopo la caduta di Corone, nel 1535 seguirono appunto i Coronei, che provenivano dalla città di Corone, l'unica roccaforte a cadere sotto il dominio turco. Por shqiptarët e kishin gdhëndur ndërkohë në memorjet e Europës figurën e tyre si luftëtar, nga më të zotët që historia kishte prodhuar ndonjëherë. Prandaj edhe shtete të ndryshme nisur nga Venediku, por edhe Franca dhe Gjermania nxituan t'i përfshinin në ushtritë e tyre. I quanin stratiot apo stradiot. Dhe të kishe një kontingjent stratiotësh shqiptar në ushtri do të thoshte të fitoje, dhe sërish vetëm të fitoje betejat me kundërshtarët. Kur Peloponezi dhe Greqia e tërë u pushtuar nga osmanët, shumë prej këtyre krerëve që quheshin stratiot, pra ushtar, u morën nga Venediku, por dhe nga mbretëria e Napolit, dhe u angazhuan në ushtritë e tyre dhe krijonin, si thuash, atë lulen, pjesën kryesore të ushtrive. Venediku, për shembull, luftrat e tij kryesore në Itali me principatat rivale si me Milanon për shembull, ose dhe me vetë francezët në fund të shekullit 15 i ka bërë pikërisht me stratiot shqiptar, të cilët një pjesë e mirë vinin pikërisht nga Peloponezi dhe nga Greqia, nga ta Arvanitasit. Kanë qenë jashtëzakonisht të pëlqyer dhe me një aftësi të veçantë, veçanërisht repartet e tyre kalorsiake që përshkruen edhe deri kuajt që ata, si kujdeshe dhe si i trajtonin kuajt gati si perëndi. Dhe në fakt, nuk ka qenë thjesht kështu një lloj romantizmi, por duket që kanë qenë më të suksesshmit në frontet e betejave, prandaj kanë qenë edhe më të pëlqyerit. Përmendje në frontet e, për shembull, kur repartet osmane zbresin në veri në Alpet Triestine dhe zbresin në Friuli, betejë vendimtare e latinëve në repartet vendimtare që vendosën fatin kundër osmanëve të mos avanconin drejt Venedikut, janë repartet e stratiotëve shqiptar. Përmenden repartet, përmenden komandantët e tyre, përmenden emrat e tyre. Kështu stratiotët shqiptar bëhen të njohur në Evropë. Madje fenomeni i tyre studiohet në literaturën ushtarake. Më i famshëm nga të gjithë sipas historisë ishte një farë Mërkur Bua,
nipi një prej komandantëve shqiptar të kryengritjes në Peloponez. Nuk ishte asnjëherë më tepër se 600 kalorës, por kur shkonte Mërkur Bua me 600 shqiptarët e tij, atje shkonte edhe fitoria. Në aleancë me venecianët, Mërkur Bua, në krye të shqiptarëve të tij, shpartallon në vitin 1466 Fiorentinët dhe mëtej edhe milanezët, por edhe francezët e mbretit Karl të VIII. Pas kësaj kalon me aleancë me francezët e mbretit Ludovik të XII dhe shpartallon spanjollët. Në vitin 1506 i dërguar nga francezët, Mërkur Bua i shpëton kokën Papa Juliusit të II, duke shpartalluar forcat e revoltës së tiranit të Bolonjës, Giovanni Bentivoglio. Me njërë më pas, Bua shfaqet për krah perandorit Maximilian të parë të Gjermanisë, ku shpartallon forcat rebele të perandorisë dhe mëtej godet dhe fiton edhe mbi ish aleatët e vet, venecianët, e kështu me radhë. Përmbledhur më shkurt, në Europën e viteve 1490-1530, ande nga shkonte Mërkur Bua me shqiptarët e vet, ande shkonte edhe fitoria. Evropianët e kanë quajtur atë si generalin më të graduar në histori, ndërkohë që një historian grek, Koroneu, e vlerëson Mërkur Buan si pasardhës të Piros të Epirit dhe trim si Akili, Hektori, Enea dhe Aleksandri i Madh. Gjithsesi, pavarësisht krahasimit me këta emra të mëdhenj, Valle në të njëjtën mënyrë në Evropë, pak përpara Mërkur Buas, e kishte hedhur vetëm Skënderbeu i Madh, i thirrur për ndihmë nga aleati i tij, Ferdinandi i Parë i Napolit në vitin 1460. Sanuto bën një përshkrim shumë të kujdesshëm dhe detajuar të stratëgjotëve shqiptar, që nga veshja, pajimi i tyre ushtarak, kuajt që mbajnë, tualeti i fytyrës dhe i flokëve në detaje. Dhe i përshkruan me tipare disi të vrashta fytyrës, të cilët në momente të një impenjimi maksimal ata të kallindatën. Të gjithë përshkruajnë faktin që në pjesën e parë flokët i ruajnë dhe lënë flokët e gjatë nga mbrapa. Një zakon i lashtë, thot ky, që në një studius i më vonshëm, thot kjo përcillet nga antikiteti i hershëm, kur luftëtarët e betejave të famshme e bënin këtë me qëllim që kundërshtarin nëse i kpuste kot mos i kapte për flokësh në krye ose në ndeshjet ballë për ballë, dhe këto i lidhin vetëm për bukuri nga mbrapa, gjë që ka ardhur kthehet tek Karvanitët dhe Rivon. Por edhe pse shumë nga shqiptarët e Peloponezit dhe të tjerë emigruan drejt Italisë, kjo me sa duket nuk e zvogloi prezencën e arvanitëve në Greqi. Dhe aq të shumtë dhe të shpërndar ishin shqiptarët në gjithë vendin, sa shpesh udhëtar të huaj zhgënjeshin kur nuk u dilnin para syve grekët e imagjinatës së tyre të hipnotizuar nga rrëfimet e Homerit apo Eskilit. Ata vinin për të gjetur grekët këtu dhe ndesheshin pikërisht tek elementi shqiptar arvanitës, dhe shumë prej tyre me çudi flasin për takimin me këta njerëz të cilëve nuk ja u dinin gjuhën. Po kujtoj për shembull kujtime dhe një murgu dominikan francez që erdhi nga vitet 1640, vizitoi Athinën. Athina në atë kohë ishte nuk ishte Athina e sotshme sigurisht, ishte Akropoli dhe ishte ajo lagja Plaka në rreth të Athinës, që sot e kësaj dite banohet me arvanitës dhe atëre ka qenë tërësisht e banuar me arvanitës. Dhe ai tregon se si duke shkuar dhe duke marrë shënim disa mbishkrime greke të vjetra të lashta në rreth të Akropolit, ju ofruai një shqiptar trupmaf, i cili e pyeti çfarë bënte dhe ky tha që unë po marr shënim këto mbishkrimet e vjetra. Kurse i tha jo ti e spiun, ti agent, edhe e mori e çoi te komandanti i garnizonit, domethënë është shumë tipike kjo edhe ky mosbesimi ose vigjilenca ndaj tuajit, që shqiptarët e kanë një çik edhe në gjak, si thuash. Shikoni këtë hartë të dizenjuar në vitin 1861 nga historiani skocez George Finlay, një bashkohës, mik dhe bashkëudhëtar i Lord Byronit në trevat shqiptare dhe greke të kësaj periudhe. Prezenca e shqiptarëve në territoret greke është shënjuar me ngjyrën jeshile. Në vitin 1461, kur u bë regjistrimi i parë Osman i këtyre trevave të Peloponezit, të Veriut dhe të Qendrës, se Jugu akoma nuk ishte rënë në dorë të Osmanëve në atë kohë, i cili nga 195 fshatra që regjistrohen në këtë regjistër, prej tyre 150
janë shqiptare. Thuan fshatra shqiptar dhe jepen dhe emrat të cilat janë emrat e banorëve, janë krejtësisht shqiptar. Domethënë, ky është proporcioni. Edhe dietarë të ndryshëm evropian e kanë vënë re fenomenin e zvoglimit të elementit grek në këtë periudhë. Kështu për shembull, Jakob Falmerayer, një historian gjerman nga më të njohurit, por edhe nga më të anatemuarit nga historiografia greke, pas udhëtimit të tij në zona të Greqisë, ka shkruar në këtë mënyrë në muajin shkurt të vitit 1834. Eteratika është e populluar nga njerëz shqipfolës dhe në kryeqytet gjem njerëz që e din greqishten vetëm sepse u nevojitet. Në Beoti përjashtuar 3 lokaliteteve, vjetre e njëjta gjendje. Falmerayeri për këtë shkak atikën e quan Shqipëria e Re, ndërkohë që për Moren, pra për Peloponezin, shkruan se është banuar në 2/3 nga shqiptarët. E njëjti historian gjerman, sipas llogarive të veta, ishte i bindur se në këtë kohë në Greqi kishte përafërsisht 2 milion grek, dhe sërish po 2 milion shqiptar. Të gjithë ata, po themi, iluminist që në joshjen e qytetërimit të lashtë grek, në fund shekullit 18, fillimi shekullit të 19 vizituan Greqinë. Po them që nga Bajroni që ne njohim, Hollandi, Martin Liku e plot të tjerë, deri te Chateaubriand francez, apo diplomatë dhe shkrimtarë shquar, kanë ardhur dhe flasin në kujtimet e tyre të gjithë flasin për shqiptarët. Chateaubriand tregon se sikur shkoi në kepin e Eleusion, që është andaj nga lindja e Athinës, që shef në drejtim të themi të Egjeut, ku sëmur dhe jetën ja shpëtoi një grua arvanitase në një kalibe të varfër, e cila u kujdes për të dhe shpëtoi dhe je thot me mirënjohje pikërisht këtë episod të tij të vështirë, ose është një tjetër gjerman, Bartoldi, një udhëtar që gjithashtu në fund shekullit 18 vizitoi dhe u ndodhi dhe ai në këtë zonën e Livadias, që është në veri të Athinës, dhe tregon me shumë simpati takimin e tij me shqiptarët, me arvanitasit në një fshat, cili ti përmendë emrin, dhe tregon dhe zakonet e tyre se si e pritën te shtëpia e kryetarit fshatit, po themi, njeriu më të shquar të atij fshati, po aty u mblodhen të gjithë fshatarët dhe aty vinin dhe i bënte përshtypje edhe gratë, edhe vajza të reja të cilat flisnin një lloj si burrat, pa tek klif, domethënë merrnin pjesë në bisedë, madje i flet me shumë simpati për këto vajzat e reja shqiptare, të cilat banin flokët thoshte me gërshet, banin atë vargun me para, me para floriri apo jo, të cilat tringullinin thotë. Dhe kishin një qëndrim dinjitos, thoshte me një shtyrje të qafës mbrapa kështu. Domethënë për një përshkrim jashtëzakonisht simpatik. Gjithsesi, kulmin e këtyre pohimeve të pazakonta për veshët e atyre që nuk e njohin historinë, e zë një pohim i mbretit Gjergj i parë i Greqisë, i cili ishte me origjinë nga Danimarka. Ky njeri, i cili filluar që nga viti 1863 do të printe grekët për 5 dekada deri në vrasjen e tij në vitin 1913, sipas historianëve ka deklaruar se arvanitët, pra shqiptarët, përbënin shumicën e popullsisë së Greqisë. Prania e arvanitasve në shtetin e sotëm grek, të atëhershëm dhe sotëm grek, është shumë e madhe. Për të qenë korrekt, do doja të referohesha një prej citimeve konkrete të dhënë nga një prej